Ju e dini se pejgamberit alayhi salatu wassalam për 23 vjet Allahu xhalleshanuhu i zbritte ajete kuranore. Njëherë ndodhi që pejgamberit të Zotit sallallahu alaihi wasallam për 6 muaj radhazi nuk i erdhi asnjë ajet kuranor. Dhe mekasit e ofendonin të dashurin Allahut duke thonë atë braktisi Zoti yt, edhe kjo tepër e lëndon të shpirtërisht të dashurin Allahut. E Allahu xhalleshanuhu duke dashur ta qetësoje zemrën e tij, i zbriti ajetet e surës Wad-Duha. Wad-Duha wal-lejli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khayrun laka min al-ula. Thot Allahu i madhruar duke u betuar në paraditën wal-lejli idha saja, dhe pasha natën që errësira e saj e mbulon horizontin. Allahu xhalleshanuhu as nuk të ka braktisur, por as nuk të ka përbuzur. Dhe dije se bota tjetër është shumë më e mirë se sa kjo botë. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, dhe Allahu i madhruar do t'japë ti, e ti do t'jesh i kënaqur me dhënien e Zotit xhalleshanuhu. E në fund, pasi që ja cekën, Allahu xhalleshanuhu të gjeti ti jetim dhe të përkrahur, të gjeti fukara dhe të pasuroj, dhe më në fund tëtë dhe për mirësitë e Allahu xhalleshanuhu që ti ka dhënë ti, falendero Zotin xhalleshanuhu dhe mirësitë e Zotit xhalleshanuhu që i ke me veti, që i përjeton çdo ditë, tregovuja edhe njerëzve të tjerë. Kjo sure, të nderuar besimtar, e qetëson te imasi pejgamberin alayhi salam, po gjithashtu na qetëson neve, ti edhe mu, nga se Allahu i madhruar në asnjë moment nuk të lëshon prej dore e nuk të përbuzën. Dhe Zoti xhalleshanuhu do të na japë sa që të jemi të kënaqur me dhënien e tij.